Rikthehemi në pjesën e dytë, me mua në studio tani është kolegu Almer Toska, drejtuesi Timoni Pikal. Siç e mësuar tashmë, bëjmë gjithmonë në mes të javës një analizë të thelluar në lidhje me zhvillimet aktuale të politikës, që më së shumti kohët e fundit janë të ndërlidhura me zhvillimet në drejtësi. Siç ishte edhe rasti i fundit që publikuam pak më herët përmes një komunikimi me kolegen Klodiana Lala vendimin e gjykatës kushtetuese për Erviz Berberin. Mirë se vjen Almer, kënaqësi të jemi së bashku. Çfarë informacionesh të reja keni ju për te atyre që dim ne? Shiko, duhet dim që Erviz Berberi është njeriu kyç i cili përveç fatit të tij korruptiv politik mori me vete dhe Belinda Ballukun. E mori me vete Belinda Ballukun sepse është njeriu i cili priste një lehtësim apo shpëtim nga drejtësia me ndihmën e Ballukut, me ndikimin e saj në organet e drejtësisë dhe SPAK. Priti për shumë kohë që kjo ndihmë t'i vinte dhe kjo ndihmë nuk i erdhi. Dhe në një takim që ka bërë në Burg disa muaj më parë, prokurori Dritan Premçi, ku e ka intervistuar dhe ka marrë në pyetje Erviz Berberin, Erviz Berberi aty është treguar bashkëpunuesi i drejtësisë. Pra, Erviz Berberi është njeriu i cili i ka dhënë telefonin BlackBerry, e ka orientuar se ku gjenë telefoni BlackBerry, ku kishte të ruajtur me screenshot të gjitha bisedat me bashkëshorten e tij, pra bisedat që implikonin Ballukun dhe ato që ne kemi parë në publik. Pra, nuk ka qenë rastësi gjetja e telefonit, po thua. Tani, Erviz Berberi është njeriu që e ka orientuar drejtësinë drejt telefonit dhe jo rastësisht telefoni është gjetur, pra ai BlackBerry është gjetur me vonesë. Po. Dhe duke qenë që Erviz Berberi fatin e vetë ka të ndërlidhur sepse është aty për shumë, vetëm po të lexojmë vetëm bisedimet që kanë bërë së bashku me njëri tjetrin, me Belinda Ballukun, ku jo i thotë që ti je njeriu i besuar, unë tek ty i kam shpresat, hapet tendrin, mbyllet tendrin, kuptohet qartë që Erviz Berberi është njeriu i cili ka kryer korrupsion dhe korrupsion madhor. Po bashkë me Erviz Berberin ai ka kryer korrupsion edhe me Belinda Ballukun. Tani, vendimi sot në gjykatë kushtetuese është një vendim që pritej, sepse Erviz Berberi nuk mund të fitojë lirinë kur ai është i kapur me prova që ka kryer korrupsion dhe abuzim me tendrat. Ka qenë njeriu më i besuar i Belinda Ballukut, sepse shumica apo pjesa dërmuese e tendrave në projekte të rëndësishme infrastrukturore janë bërë kohën që Erviz Berberi ka qenë drejtori i rrugëve. Vartës së saj. Tani, unë do ndalem më shumë, nuk duhet ngelem sepse neve nuk duhet të bie në ripërsëritje. Unë të themi gjë që ka lidhur me dosjen Balluku kemi shumë të reja. Nga i fjalën për zbërthimin e celularëve të vartësve të saj, një vendim që është marrë së fundmi? GKO ka vendosur, sepse unë ta kam përmendur dhe me emrat të gjithë ata oligarkët, ata që njihen si oligarkët, njerëzit që kanë përfituar tendra nga Belinda Balluku, që kanë qenë tendra të paracaktuar, jo tendra me merit. Të ndajmë oligark apo biznesmen të mirëfill që cilët kanë fituar tender sipas meritës dhe garës, por këta janë oligark të cilët kanë përfituar tendera me paracaktim dhe të koordinuar të orientuar nga Belinda Balluku. Për mua, unë e kam thënë dhe publikisht, sepse di dhe detaj nga dosja, që SPAK drejt kësaj do shkonte, drejt zbërtimit telefonave, që të përcaktoj edhe njëherë akuzën e re për çështjen Balluku, e cila është përveç shkeljes barazisë në tendera, përfshirje në garë, Belinda Balluku tashmë do marrë dhe akuzën e re që do vi, është një akuzë për korrupsion. Do vi nga SPAK tani? Do artikulohet edhe njerë akuza dhe do jetë e shkruar e zeza mbi të bardh, siç ka sugjeruar kryeministri, se kryeministri këtë ka thënë gjithmonë. Nuk ka patur një akuzë për korrupsion, e shkruar e zeza mbi të bardh nga SPAK. Unë ta kam thënë këtë gjë që ta kam përsëritur, mendoj që hapi parë SPAK po luni një lojë strategjike me çështjen Balluku. Pra po i merr hapa dal nga dal. Ndryshe nga Altin Dumani. E ndikuar nga politika apo jo? Jo, është duke kryer detyrën e tij. Presionet kanë mbaruar tashmë, është ezauruar Balluku politikisht. Unë di them këtë gjë, nëse Altin Dumani. Ezauruar jo, sepse është konfirmuar drejtuesi i qarkut Fierit Almer. Ma le ta konfirmoj, ma le ta shtjelloj. Deri dje SPAK i kryente procedurat me vëmendjen që media i merrte atë ndriçimin dhe dritat i merrte Altin Dumani. Ndryshe është drejtuesi i SPAK i cili punën dhe kontributin e dosjeve po ja jep prokurorëve dhe s'po merr as pak vëmendje. Tani që mos të shkputem. Hapja e telefonave, vendimi i gjykatës GKO-s për çeljen e telefonave dhe komunikimeve të oligarkëve me Belinda Ballukun do çoj para drejtësisë, do marrë të pandehur disa oligarkë. Ndërmjet tyre janë Bashkim Ulaj, është pronari 4AM Ardit Metalie që është përsëri bashkëpunëtor i ngushtë i Bashkim Ulajt, gjithashtu edhe dhëndri Belinda Ballukut që është Arbër Abazi. Të tre këta oligark do merren të pandehur
për shkak të komunikimeve që kanë të vazhdueshme me Belinda Ballukun dhe për shkak të lëvizjeve të dyshimta që kanë kryer në transferimin e parave, për shkak që janë njerëzit që kanë përfituar më shumë tendera se të tjerët. Po të shikoni vetëm lotët e Unazës dhe bisedat që janë aty, kuptoni qartë se si janë paracaktuar kushtet e marrjes së tenderave. Pra ky është një hap shumë i rëndësishëm që do ta forcoj më tej dhe do ta bind më tej publikun për bashkëpunimin dhe përfshirjen në korrupsion të Belinda Ballukut. Tani këto emra që ju përmendët janë aty te dosja 16.000 faqe? Patjetër që janë. Janë sepse këto emra janë publik. Këto emra janë publik, janë emra që i ka denoncuar media, i kemi denoncuar ne, janë në biseda. Tani Belinda Balluku, më lërë të maroj këtë pjesë të kaloj sepse kam detajet të reja. Tani, ka dy ngjarje të reja lidhur me dosjen Balluku. E para, drejtuesi i SPAK, zoti Braho, në një vizitë që ka pas në Parlamentin Evropian, në Bashkimin Evropian, i ka konfirmuar sekretarit të brendshëm që në dosjen Balluku ekzistojnë fakte që e përfshin atë në korrupsion. Pra ja ka konfirmuar Bashkimi Evropian, një drejtues sekretarit të çështjeve të brendshme të Bashkimit Evropian për çështje korrupsioni, për çështjen e përfshirjes në korrupsion të Belinda Ballukut. Dhe ky është një hap shumë i rëndësishëm që Bashkimi Evropian është bindur që në këtë dosje Belinda Balluku nuk po gjykohet padrejtësisht. Pra nuk po hetohet padrejtësisht, por mbi fakte. Çështja tjetër që është e reja e fundit është që një nga 3 vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, SPAK, nëpërmjet partnerëve, ka siguruar një linjë të transferimit të parave të Belinda Ballukut. E ka siguruar? Është siguruar dhe kjo është provë shumë e rëndësishme, e cila do t'i bashkangjitet akuzës së re. Për në kuadër të hetimit të saj pasuror që po bëhet. Pra, aktualisht do shkutet, është një nga për çështje hetimi nuk mund ta them. Por një vend tjetër, po një detaj tjetër mund ta them që ish drejtori i përgjithshëm i doganave, Gent Gazheli, është personi i cili ka transferuar para të Ballukut jashtë drejt Zvicrës. Kjo është e konfirmuar. E kuptoj. Pra, këtë rast është e konfirmuar. Rasti tjetër është në fazë hetimi, por është siguruar prova dhe unë nuk dua që të cënoj hetimet. Dhe nuk dua të përfshihem në çështje. Pra, Zvicra është një vend? Zvicra është një vend i rëndësishëm i Bashkimit Evropian. Që nuk mund ta publikojmë emrin për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor. Dhe është shumë e rëndësishme që tashmë jo vetëm akuza e parë për shkelje parazisë në tendrave, por do përforcohet akuza për korrupsion dhe për pastrim parash, fshehje të ardhurave, fshehje të pasurisë. Dhe këto janë ato fakte shumë të rëndësishme që zonjë Balluku do ta marrin të pandehur. Zonja Balluku sot është në një dilemë, të shesi Edi Ramën dhe të bëj 15 vjet burg apo të ruaj Edi Ramën dhe të bëj 5 vite burg. Se unë ta them me bindje nga ato informacione që kam që Belinda Balluku nuk shpëton pa burg. Çështja kohës mund të jetë afati kohor, le të fitoj kohë, se kur e kemi nisë ne denoncimin publik, do të na askush se besoni që do arrinim këtu ku kemi arritur sot. Asnjë se besoni që Rama shkarkoi. E shkarkoi. Rama po pret momentin, Bashkimi Evropian po pret momentin që akuza e riformuluar nga SPAK të jetë me provat e nevojshme. Lidhur me dosjen 16.000 faqe, që opozita nuk ka me ndera të publikojë, unë them me bindje që kjo dosje do publikohet në një mënyrë alternative. Nga opozita? Nuk besoj që do publikohet, nuk mund ta them kush do publikojë, por unë mendoj që në një farë mënyrë do publikohet, sepse nuk mund të mbahet pezull disa deputet, 4 deputet, për fatin e disa oligarkëve që bashkëpunojnë dhe me qeverinë dhe me opozitën, të mbajnë peng një dosje hetimore që publiku duhet ta di, se kush është njeriu i cili ka vjedhur dhe ka grabitur taksat e tyre. Nuk kemi asgjë personale me Belinda Ballukun. Nuk kemi asgjë personale me askënd, por ata të cilët ushtrojnë kompetencën e të qenit të zgjedhur, ministër, drejtor dhe kanë abuzuar, kjo është detyra jonë, t'i denoncojmë, jo të bëhemi palë me ta. Kjo është gazetaria e vërtet. Dhe ne këtë kemi bërë. Për sa kohë opozita nuk i nxjerr, është çështje sekreti hetimor, ne nuk e përjashtojmë, por aty ka dhe element që unë nuk do ta përsëris më këto, që janë përfshirë. Por kjo dosje do dali, ky është lajm. Do dali. Në një forme do dali. Dhe aty të shikojmë kush ka të drejtë, kush fshihet, kush ka përfituar dhe pse Shqipëria lëngon me një opozitë e cila merret sot të kandidojë apo jo Ervin Staliani. Është një opozitë e cila merret sot të përjashtoj këshilltar apo jo. Pra, rasti ku ndodhet opozita është një rast skandaloz. Tani të rikthehemi në detaj tjetër. Edhe pse Belinda Balluku është jashtë pushtetit indirekt, njerëzit e saj vazhdojnë të qeverisin. Pra, unë do them një çështje, një skandal shumë të rëndë, e cila po ndodh në fshatin Gjorit të Buqizës. Një oligark
një broker energjie i afër me Belinda Ballukun, një oligark i quajtur Marin Gjonaj, po i rëmben me vendimin e Këshillit Bashkiak dhe me ndihmën e kryetarës Bashkisë Bulqizës, që është e besuara Ballukut, po i rëmben pronat banorëve të Bulqizës që janë kullota dhe një pjesë jetike e ekonomisë së tyre. Po si po janë rëmben? Tani, me vendim të Këshillit Bashkiak, është miratuar dhënia, pra është dhënia e kullotave dhe tokave të punueshme, është dhënë për përdorim për ndërtim park fotovoltaik për Marin Gjonaj, oligarku dhe brokeri më i besuar i Belinda Ballukut. Ky është vetëm një rast që tregon që korrupsioni i përfshirë në njerëz të afërt Ballukut, biznesmen lidhur me Ballukun, vazhdon edhe sot. Kjo është një çështje që do ta hetoj spak. Si ka mundësi që Marin Gjonaj shkon nëpërmjet një marifeti, ble një kompani lokale, pastaj i transferon mbi 90% aksioneve dhe aty ndërton park fotovoltaik? Pra këtu kuptohet qartë që është bashkëpunimi i Belinda Ballukut që i ka dhënë këtij njeriu dritën jeshile për përfitimin në mënyrë të pandershme të pronave dhe të rrezikimit të jetës dhe ekonomisë së qytetarëve. Ja këtë sjell kur nuk ka një opozitë të vërtetë, kur nuk ka një opozitë e cila ndëshkon dhe reagon. Pra pas rjollit ky është rasti i dytë. Por do kemi dhe raste të ngjashme. Tani, sepse opozita thotë drejtësia po funksionon me dy standarde. Tani unë opozitë. Zoti Boçi solli në vëmendje rastin e Berishës, për shembull, edhe ai ka imunitet. Pse nuk i thot Spaku mos hajde më? Tani ka një gjë. Kur është zoti Berisha për të mbrojtur raport me drejtësinë, unë kam thënë opinionin tim, që ndaj zotit Berisha dhe ndaj zotit Meta është ushtruar një agresion politiko-juridik i nxitur që këta njerëz t'i shantazhojnë në mënyrë që mos të kenë shansin që të jenë të besueshëm para publikut. Pra unë mendoj që edhe dosja e Ilir Metës dhe dosja e Sali Berishës janë dosje të montuara politikisht dhe nuk kanë fakte, sepse ligji e thotë qartë. Po njëri është në burg, tjetri jo. Tani ka një gjë. Unë do të them dhe një gjë, do të jap dhe një lajm që përmendë. Unë besoj që shumë shpejt Ilir Meta do të lirohet nga burgu. Procesi ndaj Ilir Metës është kryekput i montuar, sepse nuk ka asnjë fakt dhe asnjë provë që Ilir Meta është person i përfshirë mbi akuzën që rëndon që ka ngritur prokuroria as pak. Pra nuk është përfshirë. Lidhur me këtë, Ilir Metën e donin burg sepse ishte një kal beteje politik i cili mund të prishte pazarin e vjetër dhe rezultatin me 83 mandate që mori në 2025 Edi Rama. Pra mund të ndikonte. Dhe ata e morën, e paketuan në mënyrë të pandershme, ish presidentin, ish komisin e vendit dhe e çuan në burg dhe e mbajnë atje padrejtësisht. Edhe unë nga ajo po ta them që burimet e mia më thonë që Ilir Meta do të lirohet shumë shpejt. Po pse do të lirohet? Do të lirohet sepse nuk ka provë dhe nuk ka asnjë lloj fakti që ky njeri ka kryer korrupsion. Unë ta kam thënë kush është njeriu i cili ishte përgjegjës për akuzën. Ta kam përsëritur, është Endrit Brahimllari, i cili kur ka deklaruar atje ka thënë që unë kam dieni nga Ilir Meta, ndërkohë që ka firmosur ai dhe nuk ishte Ilir Meta, firmoste sekretari i përgjithshëm. Po dakor, pra ai prandaj Brahimllari sot është me PS-n. Të gjithë kush ka punuar Ilir Metën, vetëm Brahimllari me PS-n, janë edhe shumë nga Partia Demokratike me PS-n. Ma dëgjoj për një minutë. Unë jam me të vërtetën, Ola. Nuk jam me asnjërin. Unë sepse e vërteta e qytetarëve është ajo që na mban neve këtu në publik edhe na shton mbështetjen popullore, sepse një gazetar është ai i cili merr dhe mbështetjen e publikut. Jo një gazetar, unë nuk kërkoj vota. Unë jam këtu për të thënë vërtetën. Dhe unë të them edhe kur Ilir Meta ka gabim, edhe kur Sali Berisha ka gabim, por këtë rast është e vërteta që Ilir Metës po i bjen me qaf. Sepse Ilir Meta nëse kanë pretendim dhe perceptim që kryen korrupsion ta faktojnë, edhe neve ngerim themi që zoti Meta ka kryer korrupsion. Por këtë rast është kryekput i montuar dhe politik. Me njerëzit e ndikuar edhe kontrolluar brenda SPAK nga Edi Rama. Dakor, edhe ndaj zonjës Monika Kryemadhi është një montim politik i gjës, dhe ajo paraqitet në SPAK. Unë nuk mund të flas, kam folur një për këtë çështje. Zonja Kryemadhi për mua ka bashkëpunuar dhe ka shitur Ilir Metën. Unë këtë koment kam dhe nuk mund të jap shumë detaje për këtë çështje. Ku te socialistët? Te socialistët dhe më shumë, se të gjithë besuarit e njerëzit e Monika Kryemadhit sot punojnë me Edi Ramën. Rastësi është kjo. Nuk është rastësi, pra kjo është e vërteta. Okej, tani zoti Meta, mendoni se do të lirohet për shkak të asaj garancie pastorore që ka vendosur në dispozicion që në dijenin time nuk është pranuar? Unë nuk mendoj që është kjo arsyeja. Unë mendoj që ka disa prova të forta që tregojnë që Ilir Meta nuk është njeri i cili ka kryer vepër penale dhe që mbahet padrejtisht në burg. Atëre i bie drejtësia po funksionon me dy standarde, Almer. Po patjetër pra që drejtësia ka problemet e veta. Unë s'e vë dyshim që drejtësia, unë po ta them publikisht, që një pjesë e prokurorëve të SPAK janë takuar me Ergyll Sagasin me zonjë. Kur? Janë takuar, pra unë po ta kam thënë ty, po ta përsëris, janë takuar. Disa gjyqtarë të GKO-s janë takuar, janë video me Ergyll Sagasin. Unë ta them që Adnan Xholi kontrollohet nga Edi Rama dhe të tjerë, se kam problem ta them këtë gjë. Sepse kjo është e vërteta.
Por nuk them që drejtësia është tërësisht e kapur. Ka element të kapur dhe të kontrolluar. Siç ka edhe element të cilët në SPAK bashkëpunojnë dhe marrin para nga bandat e krimit të organizuar për të mbyllur çështjet e tyre. Pra këto janë ato që qarkullojnë. Pra unë do t'i them për sa kohë këto janë të vërteta, por dhe nuk të riqem për të thënë atë të cilën është e vërtetë për rastin Meta. Tani, të rikthehemi pak tek opozita. Zonjë. Opozita protestoi për herë të 7, pra protesta kombëtare e opozitës, e 7-ta kombëtare e opozitës. Kjo opozitë, të lutem, unë nuk e solli prapë rrëzimin e qeverisë. Kjo qeveri nuk dha asnjë sinjal se do të riqej apo se do të lejonte mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme përmes një qeverie teknike. Tani opozita përfshin në një debat të brendshëm që është absurd, është hipokrit. Sepse edhe Luciano Boçi që patet këtu, edhe të gjithë ata të cilët janë aty, të gjithë kanë një qëllim. Por janë të pafytyrë ta thonë publikisht, ata të gjithë presin vdekjen e Sali Berishës. Larg qoftë. Pra presin vdekjen e Sali Berishës që ti marrin pushtetin. Dhe shkojnë i thonë ndërkombëtarëve të gjitha bashkarisht që ne nuk kemi çfarë bëjmë se ty është Sali Berisha. Ndërkohë që dalin dhe i binden verbërisht çdo vendimi të gabuar që ndjek Partia Demokratike. Tani Partia Demokratike është në një proces zgjedhor. Kërkon të zgjedh drejtues degësh lokal. Kërkon thot përmirësim. Tani unë do të lexoja se kam një citat zotit Berisha për i thënë njerëzve se çfarë është e vërteta dhe se çfarë duhet thënë lidhur me lidhur me narrativën politike. Zoti Berisha ka thënë: "Një parti opozitare nuk mund të mbijetojë vetëm me kritikën ndaj qeverisë. Ajo duhet të organizohet dhe të sjellë ide të reja dhe lider të rinj për të rikthyer në pushtet." Këtë ka thënë Sali Berisha. Pra jo vetëm me akuza, por me ide dhe lider të rinj. Zoti Berisha çfarë bën sot? Po bën të kundërtën asaj që ka thënë vetë. Bashkë me bashkëpunëtorët e tij, çfarë bën? Po bllokon garën. Nuk njeriu i cili është fitues, si Ervin Saliani, nuk po e fut në garë zonjë. Dhe po mban aty brenda, po të lutem, është i akuzuar si lidhur me krimin. Ka disa kushte tha Boçi që një njeri duhet marrë pjesë në garë, se nuk donte të përmendte konkretisht emrin e tij, por në përgjithësi tha ka. Më dëgjoj pak. Zoti Berisha ka thënë që nuk mjaftojnë kritikat dhe denoncimet, por duhet hapje dhe lider të rinj. Bën të kundërtën. Zotri, aty Ervin Saliani ka fituar në Korçë në 2021-shin. Ka fituar në Kavanj. Pse nuk e futin në garë? Çfarë shqetësimi ke ti? Le të humbas, le të marr 30%. Pra që këtu ti shkel standardin. Si mund të bëhesh i besueshëm për publikun ti? Tani, ti mban aty brenda humbës me 60.000 vota të Bashkisë Tiranës, që shqiptarët nuk duhet të shohin me sy, që ka bashkëpunuar me Belinda Ballukun dhe nuk merr Saliani në garë. Tani përjashton 2 këshilltarët e Durrësit, që tha kanë bashkëpunuar me krimin. Tani kush bashkëpunoi me kundërshtarët? Bashkëpunojnë këta të cilët mbrojnë Belinda Ballukun, apo bashkëpunojnë ata djemë të cilët dolën fitues në qarku Durrës në zgjedhjet 2025 ka dalë një qarqet më të mira. Ka fituar Krujën, Fushkruajin, Durrësin. Pra, ata kush nuk e do tani, kush bashkëpunon me Tiranën? Këta që cilët punojnë për fitoren e PD-s apo këta që punojnë për të marrë stagnacionin dhe kontrollin e partisë? Tani do t'rregoj një rast, në Durrës u bën zgjedhje të ndershme dhe sekretari i përgjithshëm i kësaj partie ndikoi që të vendosë një kandidat të kontrolluar, por nuk e arriti. Fitoi një djalë. Dhe unë po ta them sot, Partia Demokratike, jo për Sali Berishën, po për atë djalin që ka zgjedhur kryetar në Durrës, do fitoj Bashkinë e Durrësit, se është elementi i duhur. Këta po të zgjedhin në çdo deg, kështu elementësh fitojnë zgjedhjet. Çfarë po bëjnë tani, do të them unë, ditën e diel ka zgjedhje në Mat. Po. Aty është një djalë i shkëlqyer. Quhet Ardit Malaj, me 3 universitete, i shkolluar. Nuk e futën në garë. Duan të zgjedhin, po sepse duan të kontrollojnë partinë pra. Duan të zgjedhin aty një i cili është shofer nafte, pa shkollë të mesme, sepse e kontrollojnë verbërisht. Pra është paracaktuar. Tani, nëse do ti parti, riorganizim partie, lër garën zotëri, pse lejon garën? Pse lejon funksionimin e demokracisë brendshme? Por në çdo qark, në çdo deg, ti kontrollon drejtuesit. Do zgjedhin një çfarë them unë, Berat, një Alban. Pra një njeri që s'është për atë punë pra. Në shumë qarqe kjo parti po e vendos fatin e vet politik të zgjedhë 2019 me njerëzit që zgjedh sot. Po pse po e bën këtë? Sepse kush, ja pra këtu ta ndajmë, ta pyesim publikun, kush i shërben Edi Ramës? Ervin Saliani apo këta që zgjedhin më ignorantit e mundshëm kryetar degësh? Më idiotat e mundshëm kryetar degësh. Pra shofer nafte pa shkollë mesme do dalë të mërkurën kryetari PD-s Mat, sepse e ka caktuar flamur Noka me Edi Palokën. Ta në gjithë procesin, në gjithë dhe ta caktojnë, nuk lejojnë riorganizim garë, hape zotri. Merri ata çunat e Durrësit, janë etaloni, lërja partinë atyre. Të fitojnë pra, të fitojnë. Këta njerëz fitojnë, këtë do publiku. Këta janë qasje, kanë qasje kundërshtuese ndaj parimeve që thonë dhe atyre që bëjnë. Këta thonë, bëj
Si them unë, po mos bëj si bëj unë. Ndërkohë Flamur Noka i përjashton se këta kanë bashkëpunuar. Zotri, ti që mban parti politike të mbyllur, ti që mban PD-n pa hapur, pa reorganizim, kush ti shërben ti zotri? Ti pra i shërben Edi Ramës, nuk shërben këta djemë të rinj, se këta kanë treguar veten e tyre. E kanë treguar. Pra Tony Blair ka një shprehje shumë të famshme, i cili Tony Blair u zgjodh, fitoi garën brenda partisë, pra kishte një lobër, e kishte një ide. Pra hapje një parti që nuk rinovohet vdes tot. Ai fitoi garën e brendshme, fitoi zgjedhjet, ka ikur nga pushteti, këta janë akoma aty. 35 vite. Ç'a duan më këta? Kështu do vinë pa pushtet. Këta janë më të përbuzur. Nuk ka gar. Nuk ka gar pra. Kjo opozitë nuk ka gar, nuk lejon gar. Kjo nuk lejon gar. Për sa kohë nuk do e lejoj këtë gar? Tani, për sa kohë? Një moment. Ja ta them unë. Është ndarë Partia Demokratike. Shpërthen pastaj. Ta them unë që dëshpërthej. Aktualisht, mbështetësit e Sali Berishës dhe kësaj kupole aktuale janë mbi 55 vjeç e sipër. Rinia nuk i pranon. Janë 5-6 figura kryesore në Partinë Demokratike që merrit i hedhim sondazh, janë më të rryer në publik. Këta qëndrojnë aty. Pse qëndrojnë? Se kështu Edi Rama pra. Kështu do Edi Rama. Pra PD-ja sot është siç e do Edi Rama. Nuk është siç e duan shqiptarët. E duan alternativë. Zotri, ti bëre kopin 2005, pure figura të reja. Ti hape partinë, ti riorganizove, rikrijove koalicion. Sot do të vish pushtet zotri, nuk do të vish. Sot Damian Gjiknuri dhe gjithë Partia Socialiste është futur në riorganizim për zgjedhjet lokale. Këta ende merren të fusim apo jo Saliani në garë. Si ti mendon që do fitojnë këta bashkime këto lloj sjellje? Do marrin besimin e shqiptarëve. Këta i demotivojnë demokratët kur zgjedhin, kur parandalojnë garën. Lëre votën, lëre garën ta zgjedhin demokratët. Mos e cakto dhe mos oriento votën. Por në këtë mënyrë këtu kuptohet që këta i shërben Edi Ramës. Nuk i shërben Edi Ramës një njeri i cili që s'ke çfarë ti thuash, djem vetrinj. Tani, do të them dhe diçka tjetër. E fundit është, pra edhe kjo është lajm. Unë them me bindje që me burimet që kam nga ndërkombëtarët, ky mandat është mandati i fundit për Edi Ramën si kryeministër. Dhe në zgjedhjet e 2029-s, Edi Rama nuk do të jetë më kandidat i Partisë Socialiste për kryeministër. Pra Edi Rama po del nga politika. Sepse Edi Rama e ka... Se e thonë këtë ndërkombëtarët për ne, për Shqipërinë? Pse e thonë ndërkombëtarët? Sepse ndërkombëtarët janë ata të cilët po investojnë më së shumti në Shqipëri që ky vend të zhvillohet, që ky vend të antarësohet, sepse kuptoje aq shpejt sa kemi hapur ne kapitull për antarësinë në Bashkinë Evropiane, nuk e ka hapur asnjë vend tjetër. Dhe kjo jo prej meritës tonë, por fal kontributit jashtëzakonshëm të Gjermanisë, të Italisë, e gjithë vendeve dashamirëse me Shqipërinë, të cilët e duan këtë vend Bashkimin Evropian. Ndërkohë, politika e mbrapsht e qeverisë dhe opozitës e do këtë vend kontrolluar, pra vërtet është shprehja e famshme që ka thënë kolegu jon. Vërtet kemi Bajram e Pashk, po oligarkët i kemi bashk. Këtë duan këta. Pra ti kontrollojnë të gjithë dhe të ngelin këtu 40 vjet, 50 vjet. Po mirë, kjo që do ndodh që thatë ju vjen si pasojë një marrëveshje. Unë mendoj, të dhënat e mia tregojnë, unë këtë di them, që unë ndërkombëtarët i kanë kërkuar Edi Ramës që mos jetë më kandidat për kryeministër dhe nuk do jetë. Dhe ai ka pranuar. Kjo nuk do të thotë që Partia Socialiste nuk do jetë në pushtet. Qartë, okay. Kjo do të thotë që Edi Rama nuk do jetë më kandidat për kryeministër. Dhe këto unë kam burime që më thonë nga ndërkombëtarët. Do të shkojë president. Tani nuk di çfarë lëvizje taktike politike është bërë, por lidhja laku situata e ngushtë dhe laku që i ka mbërthyer vetes në fund Edi Rama, duke mbrojtur Belinda Ballukun dhe aferat e saj korruptive, tregojnë qartë që nuk ka rrugë dalje tjetër. Edi Rama sa më shumë qëndron në pushtet, aq më shumë i shton mëkate ndaj vetes. Ka dhe ndaj këtij procesi gjyqësor që nëse Edi Rama largohet me marrëveshje mbas edhe këto procese në një ditë nuk hapen. Por nuk ka zgjidhje tjetër veç të largohet me marrëveshje. Këtë ka kërkuar nga demokratët. M'fal, nga ndërkombëtarët, vetëm marrëveshjen. Këto janë arsye sepse po të vësh re, Belinda Balluku vetëm në 3 çështje të rëndësishme ka futur këtu vetëm oligark nga Greqia. Rastësi është kjo. Ja pra këtë nuk duan ndërkombëtarët. Ndikimin dhe përfshirjen e grupeve të interesit të cilët nuk janë me miratimin e ndërkombëtarëve. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka ju thatë sërish në emision sot. Ju pres sërish javën tjetër. Ndërkohë faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ky ishte programi i Drekës për këtë të njëjtën. Do takohemi sërish nesër të premten. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.